6 objekte antike 2400 vjeçare ndodhen në oborrin e katedrales së Shën Gjergjit në Fier. Një kolonë cilindrike e përbërë prej material guri gëlqeror, sipas historianit Ilirian Gjika, mendohet se është sjell nga rrenojat e Apolonisë së bashku me objekte të tjera të përdorura si spolje në murjet e kishës së dikurshme të Shën Gjergjit. Dhe sot kjo kolonë antike është e vetmja shenjë në natyrë e mbetur prej saj. E vetmja provë që dëshmon vjetërsinë e saj është një fotokartolinë e viteve 1930, ndërsa në atë kohë kolonës i mungonte vetëm selvia e cila duhet të jetë mbjellë më vonë. Ndërsa sot ato bashkëtojnë me njëra tjetrën, duke u bërë pjesë e ansamblit ndërtimor të kishës së Shën Gjergjit. Për studiusit dhe arkeologët, ato janë objektet më të vjetra që ruhen në qytetin e Fierit dhe që kanë një histori të veçantë. Janë të ndara sipas vendodhjes së tanishme në 2 grupe. Kemi grupin më të ri, bëhet fjalë për 2 fragmente parapetesh të ndërtesave antike dhe 3 trungje të fragmentuar kolonash, prej guri gëlqeror dhe gur shtufi, të cilat kanë qenë të vendosura dikur në ambientet, muret apo kolonadën e brendshme të kishës së Shën Gjergjit të Fierit. Ky është një nga objektet më të vjetra të sjella nga Apolonia, që daton që prej themelimit dhe ndërtimit të kishës në vitin 1782. Dhe pikërisht është objekti më i vjetër që ruhet në qytetin e Fierit. 5 objektet e tjera janë zbuluar një vit më parë gjatë punimeve për ndërtimin e Mitropolisë së Re. Tani këto objekte 6 gur që ndodhen në truallin e kishës së Shën Gjergjit, 5 prej të cilëve janë gjetur gjatë punimeve të kryera për ndërtimin e ndërtesës së Mitropolisë, ndërsa një prej tyre që ndodhet pranë servis është guri kolon i tryezës së shenjtë të kishës së vjetër të Shën Gjergjit. Ashtu siç dihet nga historianët, ka 2 mendime që trualli ku ndodhemi është përdorur si varrez. Një mendim i historianëve është që nga fillimi i shekullit të 12 dhe një mendim tjetër është i shekullit të 15. Ky mendim i dytë është më i sigurt sepse janë gjetur këtu edhe gur me shqiponj që i përkasin periudhës së Skënderbeut. Dhe ky truall është përdorur si varrez deri në vitin 1922. Pastaj varrezët nga këtu kanë kaluar në pjesën jugore të qytetit, në rrugën Fier-Vlorë, mbas shinave të trenit që shkojnë për në ish-tecin e Fierit. Ndërkohë për historianin Gjika, këto objekte më të vjetra të qytetit të Fierit duhet të bëhen pjesë e guidave turistike dhe të shërbejnë si pikë referimi veçanërisht për turet e turistëve të huaj.